nuk e dina se do të ishte humbje. Unë kam thënë edhe në studio tjetër televizive, unë kam pas rast me punu me zonin Haxhiu dhe kisha përshtypjen që akoma nuk ka arritë me u zhvendos prej të qenurit deputete në nivel të ekzekutivit për faktin se ka qenë relativisht gjatë në legjislatur, edhe ka udhëheq një kohë Komisionin për Legjislacion me cilën unë kam pas rast me bashkëpunu në kapacitete të ndryshme, edhe e shoh si më shumë të orientuar në drejtim të kuvendit sesa në nivel të ekzekutivit, se pa ku... Sipas jush nuk duhet kthehet në një mandat dytë kështu sa i përket Ministrisë Drejtësisë? Aja çka në fakt do të dëshiroja kushdo që t'ishte mandatin vijues në Ministrinë e Drejtësisë, thonë çështjen e transparencës, çështjen e diskutimit dhe çështjen e diskutimit me gjithë akterët relevant, përfshirë shoqërinë civile, institucionet e drejtësisë edhe partnerët ndërkombëtar, vetëm kështu mund të arrihet të jetësohen reformat. Qasja që e ka ndjek në këtë mandat Ministria e Drejtësisë ka qenë një qasje jo e duhur, prandaj ka rezultuar me dështimin e një numri të konsiderueshëm të nismave legjislative me theks veçantë nismave jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është çështja e vettingut, siç është çështja e byros për konfiskim, së paku deri në këtë fazë. Ka kështu reagime të cilat thonin se opozita po i bllokon krejt këtu? Okej, në rregull opozita, po Komisioni i Venecias është opozitë me sa ndihet. Do të thonë ato ka pas opinione të herë pashershme të cilat kanë shku në funksion të asaj që ka thënë gjykata kushtetuese. Prandaj, për mos me ardhur deri në një situatë bllokuese në raport me KD, domethënë mos me tentu me gjetë një fajtor kujdestar, domethënë prandaj është një kur janë proceset të tilla kaq të rëndësishme, siç është çështja e vettingut, siç është çështja e byros për konfiskim, siç është çështja e reformimit të sistemit prokurorial si nevojë dhe domosdoshmëri, duhet me gjithë aktorët me gjetë gjuhë të përbashkët në mënyrë që me jetësu këto reforma, të kundërtën pastaj vim në situatë që për shembull rasti konkret me projekt ligjin për byron. Me mujtë të tërë është mbajtje zyrtare në grupet të jashtëzakonisht të ngushta në nivel të ministrisë dhe ka ardhur një moment në seancën plenare të datës 56 dhjetor brenda minutash me u hodhë në vazhdim në 2 leximet. Kjo është një çështje e papranueshme sepse natyrisht që është jo mjaftueshëm e diskutuar me gjithë aktorët, prandaj natyrisht që vjen në shprehje me adresu në gjykatë kushtetuese dhe jo vetëm.